produktet që ma kanë shpëtu lëkurën. Gjithmonë flej me make-upin, edhe di që nuk ban, edhe nuk ban me përdur pallomat e lakta se ja u dëmtojnë lëkurën, nuk i fshin mirë make-upin edhe nuk ban me përdur. Nëse doni që lëkura ju duket si glass skin, që të rënoj fatan, duhi me hek make-upin. E përdori sifte që të face cleanser, ta hek make-upin ta lënë lëkurën tepër të butë, këqëna. E ka erën tepër të mirë, edhe as syt nuk ju djegin. Këqëna. Edhe heket rimeli perfectly. Gati me qit kremat për rutinën e natës. Fillimisht e përdori kolagenin Boost, i cili është për shkëlqimin e lëkurës, për hidratimin, për shumë sene tjera. Unë tashti se që dene jam shtatzone, edhe nuk ka produkte më të mira se produktet nga Poldora. Produkte organike, nuk kanë kur gjotë keqe për lëkurën e juve brenda. Do të thonë, janë tepër të mira për mu, po edhe për bebin. Për me mbaru qëtë rutinën time, e përdori kremin hidratus nga Poldora, përshtatët për çdo tip të lëkurës që keni. As mës t'ja unin se nuk ja u ban lëkurën të ndryshme brenda ditës. Nëse doni mës me pas rudha, mës me pas akne, mës me pas shumë probleme tjera, nuk ka sekret. Vetëm hidratimi me produktet Poldora. Unë tashti si një future baby mama i përdori veç produktet nga Poldora. Edhe jo, më spretni, porosit një setin hidratues. Sot kam ju përgjigj pyetjeve rreth shtatzanisë time. Fillimisht faleminderit gjithëve për këtë komplimentet e juve, për këtë supportin që na i keni bën. Vërtet na ka prek shumë, edhe nuk e di, shumë diçka jam emocionu me po që këtë ju e një konë të na përkra, na vjen shumë mirë. We love you. Pyetja që ka ardhur mas shumëte, se pas meje, o konë është qika djarë. Nuk e di halo. Vërtet nuk e di halo, se këto në Francë e kallëzojnë ekstrem vonë. Ekstrem vonë. Vetë me viti thash që shakon Kosovë, më tim kishin kallëzu, po le. Edhe pyetja që ka ardhur shumë herë, o konën të në cilin muj ose sa javë shije. Me thonë drejtë, nuk kam qëtë me kallëzu e di bashkë saksisht so jam, ama thash t'ju tregoj që jam tek trimestri i dytë. Dhe kjo pyetje ka shumë, as po të mundon e lonë shtatzania. Me thonë drejten, 3 mujoshin e pare kum kalu ekstrem mirë. Do me thonë, nuk jam konë si do grava keni po që thonë, oh my god, shumë po kam tokë, shumë po kam vjellje, jam keq, jam tepër e lumtur, se i kum kalu, do me thonë, pa shumë komplikime që shkom menu. Simptomin që e kam mas shumëti është lukthi. Ekstrem më dhem lukthi. Nuk di atë qa me bon. Edhe uj me pi më dhem lukthi. Ama nuk pe kuptoj shepa e përjetu. Kur dhe jetë një shtatzone vetë, nëse zoti ja mundësa, nëse nuk do një fmi shnësh, keni me po. Nëse e keni në afërsi, do me thonë në familje, një grua shtatzon, ose motrën, ose në i kusherine, ju kisha lut me suportun maksimum, me nejt afërsoj, me i nimu, për gjithë shka, se vërtit nuk është let mu kon shtatzon. Unë ende jam në fillim, po ndjena e lot, tepër shumë e lot, edhe kërë më ndiman, ndikush më duket si kërë më pas falë këtë botën. Është shumë ndjenje mirë kur e nin që i ki familjartë, kur ki shoqni që të mbështet, që shet që ta dojnë të mirën edhe s'kan qef me të po keq. Te këtë gratë që janë shtatzone, ose që janë konë, tash ja u kuptoj, edhe shpresoj që gjithë shka ko me shku mirë për mu normal, po edhe për këtë gratë shtatzone, momentalisht, shpresoj që kena më konë në plot shëndet dhe që kena më pos bebe të shëndosha. Faleminderit për këtë mbështetjen që na i keni bën mua dhe lirimit. Jetojna shumë. 5 minutes dans ta vie, t'es aimable. En fait, pourquoi t'en as pas marre d'être aigri? Pourquoi t'es casse-pied comme ça? T'en as pas marre? C'est quand que tu vas te rendre compte que tu te lèves énervé, tu dors énervé, tu te réveilles énervé, tu vis énervé, tu vas aux toilettes énervé, tu chantes énervé. En fait, t'en as pas marre d'être aigri dans ta vie? Mais ça va pas ou quoi? Ah, le... Unë i tham gruas tem, jam unë tu, jam të dek, gruja jem, më thot e kum ba darkën, shka ka ba dark? Qa?
Qesha ka bo. Po që si unë vinë 70 mi hamë që si, për me mush këtë barkin të e. Që e darka? Shka salat, edhe 2 copa mish. Edhe që sa e vogër, se po do këtë e madhe. Që sa e vogër, që? Sa dora. Me leta avizim, ma i gjerë. Unë ti calat vetë. Pa mish, pa kur gjanë, 2 gram mish. Ka mish, ama dush me ditë që ka një herë nevojitet pak fit, do me thonë pak salata, pak që si me hongë pak ma letë, se në hapër dhe t'pite. Diçka që ndinj. Shka Shka i bo kësaj salate? Kaloria s'ko shumë e A di që po më dhimet edhe me hangër qatë shko ka e... lema mu pra. Po ka e bukur, a di bashkë me qitë për mi komu të televizorit. 6 euro të komplet që. 10 euro, 10 euro kështë mu të më blini doner. E tani po thu, du me shku në salë sportit, du me bo qëta, që? Po këta pura s'na i din koro i gra, kur se në knaqër edhe me po... Por nuk është më repytja mos më ka një knaqe, po shalon cili burr, e hanë një qësi salata dhe thot jam gjik. Qyti një, qyti? Më falë se të qujë. Oh my god, shpet e pranë.